E ke mbyll kapitullin e jetës. Për shafash unë për infermieret më vlla, tapëm larg qoft, tapëm shllon e herë, më shku në spital, tapëm fusin në lloj ilashi aty te sorumi, o vlla. Rët tapëm marrin qaf. Pa sharët, jam shumë gjallëzor në unë që s'menoj. Ta fusin helmin ato aty të sorumit, marrin qaf. Pa sharëp, mu ma kanë thënë unë zvigja o goca. Mu ma kanë tregu. Sham kanë thënë, po ju thëmë. Nuk i kam bon statistikat, që s'kam lidhje unë me ju, po. Sham kanë thënë, po thëmë. Që jeni të mersh me ju. A infermieret, o shatë boni ju, o vlla me të fot në dorë ju, o zot në arruj. Jeta jo në varet nga ju. Ju i gjilban nga keni neve. Atë se merë vesh si që u ban. Në gjumë ti. Je në gjumë ti. Për vdekje, invalid të njetën. Arë. Punë që jam shtru. Ti që je shtru, vlla, ban mirë t'ja ullish zonin telefonit, mos t'i ngjojnë qëtë muhabete. Se po të panë t'u i ngjojnë qëtë muhabete, si jam të thanë unë, e të dhane busqeshen styrë, te konfirmu që kanë drejt, dije se e ke hangër, vlla. Nuk zgjatora kanë me t'vu në gjumë, e kanë me t'a fot i lashin, e kanë me t'shu pesh. A dini ju se kanë dalë dëlloj i lashesh për Zotin? Me vra robin o vlla. Ta fusin në ushqim, ta përzin në ushqimin, edhe ta jep efektin mas 8 mujve. E nuk ka doktor e perini që e merr vesh nga se ke vdek. Pa sharë. Pa ja them dhe juve, ruani qahani, ta fusin i lashin, e ta jep efektin mas 8-9 mujve, do pësohesh bash koc. Do pësohesh bash koc, si me të panollis munje, shkon ti vizitohesh te doktori, e shef që ti jem rregull, s'ke gjan, thot ai ha buk, po qa me har buk ti bolli të hani shkret, fillojnë e do pësohesh vlla, e marrën punë mas 8 mujve. Kështu që kujdesuni qahani, nuk hedresh. Marrë drejti, dhët. Unë rejnë kuna për të rejnë, edhe kur të rejnë, ju lej me kuptu që jam të rejnë. Nuk rejnë muhabete serioze, o vlla. Kini kujdes. Po mos fal Marina, por mirë. Mirë. Kur ta shofi vetën tu do pësu, mos kujto si do pësu prej palestres. Mos kujto si ke maj djetë. Dije se e ke hangër, këtë fillosh me hangë kile. Shumë e vërtet më thot njani më ka nogë mu. Ja, e kena këtu, me prova. Me dokumenta. Zotje ma, rëp. A t'ishte me qenë live me pult. Ba, me efekt, me ndru kanal, mi u fut blok me buton, po do të më ushu, me shtyp këtu. Po vlla, që adesha mi u thanë, a dalë të bëj live, do më thënë, ty live në YouTube, me kamer profesionale, të kem njonin për mrapa që njek me kamer, edhe vazhdoj për shembull 3 live nga mëngjesit deri në darkë, t'u tregoj jetën time, ditën time, e t'u tregoj për shembull shkoj me vizitu event, një ambient, shkoj me vizitu zona historikale, muzeum, me sene, me mikrofon, si e Speedy pagat shumë. Atë filloj, a më ndishni më vlla, a vini me ndjek. Po, qa ndjek ti marr vlla. Qa ndjek ti. Po, thëjnë. Jo vlog, jo video, po live në YouTube. E nisim live për shembull në makinë, të shku në filan vend, të zbret, të shku taj veni, të e pyet burrin e huaj nga si, për shembull,
është i biznes në Bulqiz, Kulla Hupi, si kam qenë kam bëj reklam. Më shku live me mikrofona, kupten me gjana, të haj drek aty, të pa ambientin, të pyt burrin e ujë, të boj muhabet me ta. Të bëj si tip Amerikani burr. A doni ju që unë të bëj kështu? Po, do të marrë në YouTube, marrë me mjek, me ne të komentu. Jo me hapun, e me marrë 50 veta mu në YouTube, me lanë namun. Mos i kështu thot që të bëj propagandë, thot. Mos i kështu për e të marrë. Unë të shëndetësi, thënë si mjek, po të parë lemra i thot. Se dhe në është me ligjë, thot, që të bëj propagandë. Po isha propagandë e vlonë, po të thamë që më kanë thënë, ti e thohu propagandë. Po të thamë që më kanë thënë. Të hangër byrek me gjisët. Bravo, po të provu ushqimet gjonat. Pasha ju të pari mbesu, vla, unë hyj live, ju vini leri gjeste live aty ke kamera. Mrava det një njek vrap. Vjen e ka na moj keq aty, të thot najt shame, e do të me e kape me raf live. Rëp do e menoj, do e boj nej dit live. Do e le me story, do publikoj story aty në Instagram, edhe t'ju them që filan orë imi live YouTube. Vazhdojmë ta shohin si as live i parë. Mrapa, japim gaz. Hapim për shembull dhe fus në Tajland, shkojnë në Tajland në vëlla, hap live në Tajland. Atje me elefantat, me gorillat, me shemë, me mace, të hanë ushqime, të provu ushqime, gjana. Galladë, kapshat kapish. Në pas lek si po unë mirë, mos pas i fusim delete videove dhe kthena back këtu ku ja kena nis. Në kick.com, më nuk kanë kick shqiptar të vlla, nuk kanë shqiptar kick. E kanë veç kalamajt. Ju dejnë 15 vjeç i keni. Këto kicket. Ku njohin shqiptar që është kiku? Ku dini që është kiku? Kick. Kiku do nifet Shqipëri mas 20 vjetëve. Mas 20 vjetëve jena plak në Allah, s'kena ma nerva për YouTube-in e njës në jo. Pas ke bo mua bet me ChatGPT, pa e ChatGPT atë kape ta raf në i dit nga caru ma barrafsh. Nishtë mua bet ma barrafsh. Unë i tham qa menimi ke, a i t'jep 2 menime. T'jep edhe menimin e mi edhe t'keshër. Fizder, mu m'jep menimin që ti menëm, që është e dura, jo. është e mirë po ta bësh kështu, po është dhe keqe po ta bësh kështu, por ta kape ta raf në dit, ta mësa disa macarën. ChatGPT-ja, më paguaj thot, mja plek thot që t'ja përgjigjen tamam. Paguhet mja 20 euro më duket, edhe t'ja përgjigjet tamam. Janë bërë njerëzit demela, nuk. O vlla, ChatGPT direkt, ta shpjegot ChatGPT-ja me detaje, me pik, me presit, biles, thot, a dën me ta bo ma qartë. Ta bas si pyetën në fund, a dën me ta shpjegu, thot, në mënyrën si do ti. A dën me të dërë ma shumë fakte, thot. Çdo gjanë ChatGPT, që kanë ba bota. Ore, vras menën. Nga 2010-a, dhe në 2026 në kanë kalu 16 vjetë. Edhe ka ndodhur një ndryshim katastrofik i madh përsa i përket energjisë, shëndetësisë, çdo gjë, shkencës. Edhe po ta shofish për 16 vjet ka ndryshuar shumë gjëra. Po të kthehesh para 1000 viteve, për shembull në vitin 1001, 1002. Ore, që kanë bërë njerëzit atëherë? Si kanë jetu? A kanë qenë ma të zgju? A kanë qenë ma të trash? A jena na ma të zgjut si ato? Unë mendoj që ata kanë qenë ma të zgjut, përsa i përket mbijetesës. Neve, për shembull, po të na marrish, na lesh mi mal, me këto shkenca që jena mësu na, me këto lloj ushqime që jena mësu, po të na marrish, na shesh mal, na nuk zgjasim 3 ditë, edhe na gjenë na i cep guri, të marrum që shtu të vdek. Kurse ato atëherë, ato kanë qenë si arusha, ato mbijetoshin, ato mershin drujt, ndërtoshin shtëpia me mjete rrethënore, me kapshin i shkop, boshin shtëpi, shifshin i arush, nuk shkoshin me ledhatu.
e hashin, e mershin, i futshin theken, e glap, e hashin, u fqeshin me ta, pulen, nuk e mershin pulen ato, mi marvezen, i futshin theken, i hashin kofshat, lopen, nuk peqin me mjel, i hashin mishin, i hashin kofshin. Shu ka qenë? Fot në nja, ka me fot, s'keqa fot. Dikur kanë qenë zgjut njerëzit o vlla. Kanë qenë zgjut. Ore, normal që kanë qenë zgjut. Po pse po si e kriju në energjin ata? Ore vlla, njerëzit e dikushëm kanë shpik makinen. Njerëzit e dikushëm kanë shpik elektricitetin, o vlla. Kanë shpik dritën mër, flaken mër. Mër, po të fshite gjithë shka, po t'lindisht i sot në këtë botë. Edhe mos me të mësu kërkosh ty, me të qitë mal vetëm. Ku ty ti me në bo zjarë? Njerëzit dikur kanë qenë zgjut, o vlla, kanë shpik zjarën. Vetum, me shkopin. Njerëzit dikur kanë shpik të elektricitetin, dritat, shumë gjana më bo. Kanë shpik aviona me fluturu, nuk i kanë shpik njerëzit e sotshëm. Njerëzit e sotshëm i kanë gjetë gati. Prandaj, njerëzit e dikushëm, me fakte, me prova, del që kanë qenë më të zgjut se ne. Ne vesh i kena gjetë gati, e jena bo kokrat e demelash, na kujtojmë se na të punu shumë, na se na të bo ku gja. Ati si kanë punu njerëzit dikur, si kali, bap, 70 kg në shpinë, 100 kg në shpinë, tu i shoh nga malin mal, piramidat, kush i bani? Si nuk i banem ne, i kanë ban njerëzit e dikushëm, nuk kanë pas fadromat, as nuk kanë pas as fadromas, nuk kanë pas vinqa, me dorë të shty si kali, dhe kanë qenë të fushishëm njerëzit dikur, të mëdhejt, po kanë qenë të dopt. Atëherë mendojon që nuk kanë ekzistu njerëzit e shëndosht. Po mund të kenë ekzistu vetëm mbretërit, njerëzit me pushtet, që kishin sklever, kishin këto më hangër me pi, edhe vetëm këto ishin të shnosht. Edhe unë menoj që njerëzit e dikurshëm, për shembull skleverit, ku i kanë pa këto mreta të shnosht, ka kujtu këtë që ka mret. Këtë që ka zot me të vërtet. Shëve sa ka barkun. Pse se kena na barkun kash? Po këta ka beku zoti, i ka thanë bark të madh. Ky është zot për ne do të bëjmë që të thot ky. Se ky ka barkun e madh. Kurse skleverit atëherë normalisht gjithë ditën punë të ula, bau, t'ja fot kam zhik. Bau! Normal se kishe me qenë i dop. Edhe shqiptarët, e keni pa filmat shqiptarë, sa dopt kanë qenë dikur në kohët e Enverit, ku kishte bola, ku kishte njerëz shnosh në vend të Enverit, ku kishte barkuca si në dera. Si jam shnoshën, bo si vish. Si vish kooperative. Jam bo me miel. Kam frikë se me bo me mështërët pak shumë që jesë qumsht. Qështu vishi si jam bo. Luj Calceto çdo natë. O vlla, i shof kolekt. Gjithë dopt. Ka lezet hecën vrat. Unë pres vesh më marrë topi me bo gol. Ri afër portës. Nuk kam fushi, o vlla. Unë hec, po lodhem, o vlla, se s'kam kardio, se s'unë mbaj palesë çdo ditë, po nuk kam, domethënë, lodhem, o boz, jam i shnosh, jam i 105 kg, normalisht se lodhem, me ne tu sjell në përfush një orë aty. Tash kam gjetë strategji, rrit e porta, edhe pres me më pasu kush. Po në momentin që mu më vjet topi te kama, unë e baj gol, i 100%. Pa hezitim. Apo në penalti, jam bosi Ronaldo, me zi pres, me plëtsu golin 1000. A jeni pa pise Ronaldo, shlov. A jetë luj për seri, hajtë vesh, kush ma frojnë ai top, ta gjyj. As nuk paso ma Ronaldo. Më nëhet kush për shembull me bën ai gol port, në qindrat e sekondit më nëhet me prek Ronaldo, golin ati, e gjun ai, këtu shku topi në port,
Ronaldo në ke këtu munot me e prek, për me marrë gol Ronaldo. Se do me plotësu shifre 1000 me elan futbolin edhe me thënë I'm back. Po aja ftu lodh kot se 1270 gole ka bo Peleja, më duket, a? Pele. 1200, mësë di pëse do me arrejt aj 1000, kot pa lidhje. 1200 i kanë bo tjertë ma përpara. Maradona ka bo një 3